për ata vllazën, çfarë do halli problemi që e ke? Nëse më pyet mua çka më bë, unë të them bën istighfar. Po nëse po kam vën punë, bën istighfar. Kur të vjen mas një mujt, 2-3 e ka gjetë. Po si jam i martuar, bën istighfar. Po vinë shpesh herë çiftet e reja, sepse pe paguajnë faturën e gabimeve kur po martohen, e nja 4-5 vjet pak, po jetojnë pak ma in, edhin po dalin kështu ma in, po knaqen pak. E mas 5 vjetë tak, ajo mitra po të kurët edhe pastaj s'pe pranën do me thonë foshtin, po dhe të se me gaqme të ashedhone, e ta naj ku me shkuën e për mjë, kjo mirë jënë analizat, haj shkët e hoxha, qka me bo, na veç për ju thojnë a bëni istighfar. Të dikush qysh istighfar, që a lidhë istighfari me mite, lidhet, se Allahu e përmena në pjesën e partë të hutbes, nëse i kërkoni falja Allahut, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allahu ja shton pasunin edhe i jep vlat. Për ata dhe kanë përmend dietarët bashkohor të kohës së sotme që një prej këshillave që tut më avllon atyne që nuk kanë fëmijë, e atyne që nuk kanë pasuri, e atyne që nuk kanë shumë të mira është këshilla për istighfar, me bo istighfar. Për ata edhe Imam Albani, dietari shqiptar, kur shkon dikush e pyet atë në një mezhlis, në nej, me nxënësat e tina i thet, o shejх, o hoxh, unë e thet, nuk kam fëmijë, edhe po e kërkoj me ngulëm, edhe po kem qef, edhe unë edhe gruaja me pasni, thët o birim, thët, shpesh të e istighfarin, sa ma shumë istighfarin, sa ma shumë estagfirullah. Mas një vit i kthejet në mezhlisat e me nxënësa, me talebe, e i thët, o hoxh, Allah më ka begatu me binjak. Mas një vitit, Allah e kish begatu me qka? Me binjak. E kësi rastës ka shumë në historinë e muslimanve. Allahu na falt, Allahu na udhëz.